Shpresoj se jeni shumë mirë, keni fillu ditën e mbar edhe të mirë. Sot do të foli për biznisin. Nëse të thot diçka, nëse ki qef me pas një jetë luksoze, me pas problem me luksin, atëherë jeni në vendin e duhur. Nëse ti e ki një jetë perfekte të mirë, atëherë mundesh me shkip lajfin, ta di për faleminderes edhe ndoshta i ndihmon dikuj tjetër, i bën mirë, nëse ti vetë nuk don. Okej? Shpresoj që jeni mirë. E di që shumica njerëzve tuten me fillu me bu një hap për para, për me bu një biznis. Po ka dhe prej tyne që kanë biznise, edhe kanë biznise shumë të mdhaja, po mos harroni se bizniset e mdhaja kanë shumë shtres. Nuk kanë pare, nuk kanë kohë, edhe nuk kanë kvalitet jetës. Ju mungon familja, ju mungojnë fëmija, do me thonë nuk është e lehtë, kështu që po foli për provojës, se burri jeme ka pas dhe ka biznisin, po nuk e punon mua ashtu shumë që ka punu, se punojmë njëjtën punë, une, burri edhe djali. Kështu që jemi krejt familjat kënaqur, edhe jetojmë të lumtur. Kemi kohë për njëri tjetrin, me shiju jetën, e shijojmë ditën e sotit. A e dini që do me thonë sot, dje ka qenë dje, mbet një ëndër, sot e shijojmë ditën, nesër e ardhmja, nesër vjen. Do me thonë nëse doni me shiju ditën e sotit, atëherë jeni në vendin e duhur. Nëse je i kënaqur, e thash edhe për përsëriti prap, nëse je i kënaqur, atëherë shkepe lajfin edhe bën vaki ta shehojrin dikush tjetër. Okej? Kështu që mduhen disa njerëz spaku 4 vetë se kanë qef me ndryshu. Nëse je një prej tyne, atëherë mos u nguro, nuk ka kur gjo me humb. Unë besoj që secili person i pastron dhomt, i lan trupin, i lan plakt, krema blen, kështu që jën pa hemikalje. Okej? Jën pa hemikalje, sa e dini gjatë gjithë ditës sa marim hemikalje në trupin tonë. Mas pari prej pastës dhëmbëve ka hemikalje, shamponi ka hemikalje, kremat kanë hemikalje që ja japim trupit tonë, ushqimet që i marim ndoshta me shumë efekte anësore. Hapat, po mendoj, më falni. Hapat që i marim me efekte anësore, tona ka me pesticide, ka lloj sendeve që na dëmtojnë. Kështu që nëse keni qef me pas bionatyrale, gjermane, produkte, shpinë e juj, me kon të lumtur krejt familja, jo vetëm me produkte, po e keni dhe mundësin nëse doni me punu. Okej? Le që punoni, keni automobile të reja, vozitni gjithmonë, edhe pushime. Çka do me thonë kjo për juve pushime? Po më interesojnë 3-4 vetë, nësë janë që janë të interesuar, atër lirisht mundeni me shkru, mundemi edhe komentet me i lexu. Okej, kjo firmë është gjermane që 40 vite është në treg. Firma punon 100% për neve. A keni ndi dikun, a keni pa ndonjë herë se thojnë një firmë punu për ty. Okej? Kështu që kom fillu prej zeros, para 8 viteve gjys, ma ka ofru kontabilisti, edhe jëm njeri ma i lumtun që nuk e kom refuzu, po e kom provu. E kom provu këtë shansë dhe nuk e kom lonë me më shku hoq. Fati që burri jam ka përkra, më kanë ndihmu edhe sot më përkra, e falenderoj shumë, edhe fëmijët e mi që më kanë besu. Kështu që, kom fillu prej zeros, ose muj me thonë dhe për fundi zeros. Pse? Pse kom investu diku 950 euro, kom investu, për shëndetjen aki, kom investu 950 euro për trupin tem, për me marrë në besimin, spahori të këto produkte, me pa çfarë produkte ja ofroj dikuj tjetër, tona masandena edhe të ko marrë besimin të firma.
Kur e kom pa që jam unë e lumtun, atëherë atë lumturi e kom da me dikon tjetër. Okay? Nëse jeni njeri që ki qef me pa mirë dhe tjerët, jo veç veten, atëherë kisha thonë nuk është gabim nëse provon. Kështu që kjo firmë është që 40 vite në treg, është në alen Nordrhein-Westfalen në Gjermani, në Republika, do me thonë është Nordrhein-Westfalen, kështu që 40 vite në treg, është në dërmat mdojat në Evropë. Okay? Se cili fillon prej zeros, nuk dihet ku mbaron. Krejt mbaret kuja qëtë vetit sankcionet, edhe sa don me arrit. Me hum nuk kemi kur gjohë, thash, pastat dëmve shampona, për trupin blejmë, për familjen blejmë, do me thonë për çdo mosh ka produkte bio-naturale, që doni për një me e thuni vetë, thuni kujdesna për veti, kujdesna për familjen, du me pas një jetë luksoze, nuk është diçka e dëmshme. Kështu që i obligum nuk je, ose e obligume nuk je me punu, por nëse thush unë e du ma shumë, e ki shansen. Kështu që kjo firmë është e njofte në 32 shtete. Pse jemi na partnerat fortë? Me thonë se 32 shtete mundemi mja ofru dikuj tjetër. Ja ofrojmë dikuj tjetër, ose mundet me hi me blej për veti 30% ma lirë, spako, ose mundet edhe mja ofru dikuj tjetër, edhe me fitu pare në ndërmjet. Okay? Kështu që e thash, 1200 punëtori ka që punojnë për neve, çdo me zgjes gjohën edhe shtypin kartonin. Ka produkte për shëndetësi, zavendësim të ushqimit, ka edhe për bukuri. A keni pa atë borbardha që e këndon ajo shtriga, të thamë. Pasqyre, kush është më e bukur në botë, ose më e bukur në botë, është kjo. Kjo që ta mban atë bukuri që e kishta ka falë Zoti. Kjo është një maqinë, do me thonë që është edhe në lirim, një vlen për 420 euro më duket kushtan, me 4 opsionet, i ka 4 opsionet. Do me thonë kjo është maqina, kjo është brusha që pastron fytyrën, i ka fije të argjentit, okay? Do me thonë kreti ka argjent, nuk e dëmton fytyrën, dikush në vetë ka njerë thët qysh argjent mundet me kone fort. Kjo është shumë e butë, shumë e mirë, qashtë holla janë që nuk e dëmtojnë fytyrën dhe nuk e marrin bakterjet. Do me thonë, unë e pastroj fytyrën shtash, veç është përlanë me sapun durve, edhe mundet lirisht tjetri me pastru fytyrën. Sidomos në për salone e blejnë shumë, salonit bukuris për trajtim të fytyrës. Do me thonë, krejt familja mundën me përdorë. Burri, gruja, nëse keni fëmijë po vërtet që ka probleme me likuren, me akne, me këto, atëherë e ka, këta është një maqinë ideale. Është e licencume, kanë zonë vendin e parë në botë, është me ultraza për shembull, që kjo është edhe me ultraza. Kjo është për metesa, për akne, për likur të vdekne. Okay? I vinë edhe kremat e veta, e hekim edhe këta. Na vjen kjo tjetra e rrudhave. E qesim kremin e duhur, a do mi parandalu, a do mi largu rrudhat, do me thonë edhe i mshën me këta, do me thonë gjithë ka e bën trajtimin e fytyrës edhe do bën mundi mirë. Kur e këqyr vetën pasqyra, ka diçka më mirë. Okej. To na vjen kjo tjetra është për celulit. Është për celulit edhe është për celulit, vjen krema e saj na e duhur, e lyn barkun, e lyn nëse keni nevojë dhe komt, edhe mundeni mi bo këto pjesin këtu poshtë, se i largon. Është një maqinë që po thome ka vendin e parë në botë. Okay? Ka për bukuri. Jashtë kësajna ka edhe ka shumë sende, do me thonë 1000 produkte janë aty, nuk është vetëm një. E kemi kolagenin. Është kolageni, nuk është vetëm kolagen, po është edhe hylaron. Okay? Pihet një nditje, ti nëse do të mundesh mi pi edhe 2, s'ka lidhje, nëse do të ma shpejt me u ripërtri, edhe janë 30 copa mrenda, edhe kjo që 2 herë penzen vendin e parë në botë. Që 2 herë penzen vendin e parë.
por, falni, parë në botë. Do me thonë nëse njeh dikush këtë çaj, do me thonë brand new është do me thonë që ka nxënë vendin e parë në botë. Është ka kolagen, hyaluron, vitamin E, vitamin A, ka aloe vera, ka vitamin B, do me thonë gjithat i ka, se nuk është vetëm kolagen. Se pishohet dhe disa kolagena tjerë për shkakun që duhet me qit në ujë, është një fashie neutrale, ndoshta është vetëm kolagen. Mvaret çfarë sasie ka, okay? Edhe e mira është që kemi zbulu na njerëzit tu e përdor, nëse ki strija të barkut, t'i largon, edhe nëse ki problem me nyje, ndihmon shumë. Mundet dikush me thonë, okay, po du me fillu ose veç me makinën, po du me fillu vetëm me kolagenin, e merr licencën edhe mundet me punu njëjtë sikur une. Okay? Kudo që jenë këto në 32 shtete. Prost. Kështu që ka dhe produkte për krejt trupin. Ka dhe përshëndetësi. Kur thëmë me përshëndetësi, i respektoj shumë. Si pike parë, kom largu una alergjim për veti, polenin. Nuk kom guxu me dal jashtë, as dimën, as verë, as pranverë, as vjeshtë, as hiç. Do me thonë, krejt vitin jem shku të bu ma shumë alergjike. Kështu që jetë e shëndetshëm. E kom bo trajtimin e zorës trash, trajtimin e metabolizmit, i kom hek toksinat, e kom rrit imunitetin, edhe kështu që jetë e shëndetshëm, edhe alergjia gradualisht ka dal u largu. Okay? Tuta nuk e di çfarë është ajo. Çfarë po mendon? Ne një këta, unë të thash, e ka vendin e parë në botë, që 2 herë nxene, kështu që ja ofrojmë një bindje shumë plot, nëse dikush i përdor to, nëse ka mundësi, po nëse s'ki mundësi, atëherë ti, nëse don thush po du me kujdes për trupin tëm, atëherë ki mundësinë edhe me fitu pare. Pse jo? Unë kom fillu për biznes, kur e kom shëru alergjin, atëherë do me thonë, jëm konë überwältigt që thënë, për mbi dynja jëm konë. Okay? Sa kushtojnë? Kushtojnë, besoj që nëse kujdesesh për veti, nëse bën trajtimet fytyrës. Unë po flas për ata që bojmë trajtimet fytyrës, që kujdesen për trupin e vet. Nëse një trajtim të fytyrës e bën, spaku 120 herë kushton 1 herë me shku me bu një trajtim. Okay? E thash, në Gjermani kushton 430 euro më duke dikon, plus edhe vinë disa ampula, 7 ampula, nëse do një shpejt me ripërtri fytyrën, e lynë fytyrën para se me ra me plejt, e pastron me makinën, i qet ampulat, plus e ki dhe vojin për krejt trupin. Vinë do me thonë me qaqmim. Normal, kushton vetëm makina ma shtret, me këto opcionet e veta. Po plus i kini edhe qata si kolagen që është, që e qetë në fytyrë edhe ripërtrihesh shumë ma shpejt. Plus e ki vojin do me thonë që të kushtojnë diku dhe shumë ma shtret. Kështu që thash edhe për krejt trupin ka. Jënë bio-naturale gjermane, krejt prodhohen në Gjermani. Okay? Do me thonë nëse e ke merë për shembull mund të dikush me thonë po du për health mission. Health mission është misioni i shëndetit. Ka qef me ripërtri trupin e vet, me rrit imunitetin, thash, trajtimin e metabolizmit, zorës trash, me hek toksinat edhe melçin. Me pastru melçin edhe me ripërtri. Ajo zakonisht që ripërtrihet, po mvaret krejt çka hajmë, çka bojmë. Okay? Mundet me fillu njëri dhe me ato, mundet me 5 lloje. Ka drejt mi marrë me 4 rota, okay? Me 4 rota, se ja vlen, është një çmim shumë i volitshëm. Për mu, për shëndetin nuk më dhimen. Edhe për ato ndoshta nuk më kanë dhimt dhe kom largu alergjinë dhe jam shumë e lumtune. Është një kvalitet shumë i lartë, do me thonë aloe vera rritet në Meksik, prehet me dorë, heket gjelli, edhe vjen do me thonë prej Meksikës në Hamburg, prej Hamburgit në Nalen, Noda Westfalen, edhe këtu prodhohet. Është një fabrik tepër e madhe, edhe tepër e pastër, tepër e mirë, se ja vlen. Është pa pesticide, okay? Do me thonë edhe e marrin gjethet e aloe verës, ato që ja hekin gjellin, e marrin ja qesin si shtresë tokës, edhe në vend pesticideve. Okay? Do me thonë gjetje aloe verës. E dini fort mirë sa është aloe vera e mirë. Ajo e shëron veten.
Dirisa e shëron veten, atëherë mundet me na shëru edhe neve për çdo sëmundje është. Janë testume prej mjekve, prej dermatologve, prej Made in Germany, institut, certifikatën e ka e thash dermatest. Kështu që nuk gabon nëse provon dikush nëse e don veten. Është një dietë e mëshme, për thonë, që mundeni me jetu shëndetshëm. Nuk është vetëm për dietë, po është edhe për trajtimin e metabolizmit, ta rregullon metabolizmin. Do me thonë, shumica njerëzve që kanë diabetin, tensionin e lartë, ta rregullon trupin, edhe me atë dietë. Kështu që i kemi shumë shije, edhe janë vegan, laktoze free, gluten free, janë tepër të mira. Thash edhe për këtë maqinën është beauty studio për të shtëpia, studio e bukurisë për të shtëpia. Është tepër e mirë, unë pak këto nuk muj me ndajt, i kam domethënë 2, jo vetëm një e lo poshtë, një e lo nel, të mbanjë s'kemi nevojë mu shty, me pritë maqinën pastrimin e thellë të fytyrës, kështu që thash janë edhe me ultrazo, janë antibakterial, krejt familja mundet me përdor. Okay? Kemi parfima, do me thonë kjo është parfimi jam i preferuar, që e du shumë. Është e Guido Maria, edhe që sa bukur është edhe e pështilne, se parfimi duhet gjithmonë murujt, se ndron ngjyrën, edhe nuk është e mirë. Është shumë i mirë, edhe paramendoj e blej direkt në fabrik. Kur e blejnë direkt në fabrik, çfarë do x parfimi që e merrni, aty paguhet emrja se firmes, paguhet transporti, paguhet qiraja e dyqanit, paguhet shici, paguhet ajo gruaja që e ka palun regall. Okay? Unë e marr direkt në fabrik, është një çmim shumë i volitshëm, është parfimi jam i preferuar, më i miri deri tash që kom hasën ta. E ka një shije shumë të mirë, unë i du këto, është e ëmbël, është shumë i mirë. Kështu që keni shansën direkt me blej në fabrik. Ka dhe shminka, është tina dhe ngoj, parfimin, se e du. Ka dhe shminka, do me thonë që janë pa hemikalje. Okay? E disën, tash më varet këtë çfarë shije don. A don tombel, a don të fort, a don të but, a don çfarë ki qi. Do me thonë, unë i blej 30% direkt në fabrik. Tash për shkakun këtë makinën e blej tash 45%. Nëse don dikush të tu në pëdu me marë si mishteri, unë i fitoj që ato 45%. Okay? Po ju e keni mundësin për me marë direkt në fabrik njëjtin çmim që shë marë une. Okay? Unë s'përfitoj për juve kur gjo, kështu që edhe ti mundesh mja ofru dhe dikuj tjetër. Jemi krejt knaqën. E mora shembull këta. Nuk jeni të obligum me blej çdo muj, mos i merrni qirinë për lagera. Okay? E ki web faqen tonde edhe e-shopin tanë. Do me thonë del me emën, me mbi emën, edhe mundesh direkt prej fabrikës me ble. Automatikisht 30% marrëdhënie merr faqet, edhe del emri yt edhe mbi emrin yt edhe blen aty. Tani bën çka dushti. Ndash blej, ndash punon, ndash çka dush ban. Okay? Suksesi nuk ka emër, vënoja një tandin. Nëse do me bo për shembull shkollën e parë, e ki nëse e blen vetë dhe ja ofron 2 personave, spaku ose 4 personave, e merr titullin e parë. Titullin e parë, dush mi bo 4.000 pika. 4.000 pika bojnë shumë shpejt, do me thonë në gjehet 1 euro 2 pika, edhe kështu që mundesh me marrë automobilin e ri, mundesh me vozit automobil të ri. Po nëse e merr automobilin edhe nuk punon më kur gjo, atër për shkakun nëse e merr Golfin, është 98 euro dikon. Dush mi pagu që ato 98 euro, po nëse punon e arrit dhe një titull manel, ti merr 120 euro bonus, autobonus. Do më thonë ty po të mbesin edhe diçka tjetër, mi blej do qamqakëza, ose një pije, ose diçka prej atyne që ta qesin ekstra edhe bonusin automobilit.
Për atë arsye, nëse dikush thotë po du me vozit automobile të reja, atëherë mundet me ndajt në aktiv edhe me punu, si kur çdo punë tjetër. Edhe në punat e tjera s'kemi çare pa punu, kështu që nëse si e i lumtur, nëse si e i kënaqur me punën që e bën, thush okay, ose me pagën nuk je i kënaqur, thush po du me marrë edhe diçka ndërmjet, po du me fitu, mundesh 2 orë, 3 orë nditje nëse investon për biznesin tënd, mbas një viti të shihemi dhe sheh ku je ti. Po mos u dërzo mrena mujit, mos u dërzo mrenda mujit, mos u dërzo mrena 2-3 mujve, me thonë jo s'po bën, jo s'po funksionon. Se mas pari duhet me funksionu na. Nëse ne funksionojmë, atër funksionon edhe biznisi. Okej? Kështu që unë për vetë jo me shumë e lumtne, i kom pas për para 2 puna, kom punu në fabrikë të mishe, 9 orë, do me thonë qysh kom hi në fabrike dhe kur kom dalë 9 orë jo në konë rumbullak, deri sa kom marrë shpet, deri sa kom shku në punë edhe 1 orë, do me thonë 10 orë. Qka më kam betë mu prej ditës? Do me thonë shumë pak. Po, edhe ato shumë pak e kom investu në byrote e buri, kom dimu apo kom përkra, edhe aty jom pagu, po nuk ish interesant vetëm parja, kur nuk i kvalitet jetës. Okej? Për një kvalitet jetës, me punu 2-3 orë në ditje për biznisin tënë, edhe me ndryshu vetë, me pas një personalitet ma të fort, me pas ma shumë vetë besim, atëherë unë besoj që çdo njeri ka qef, me pas një jetë luksuzi që e thash në fillim. Duheni më konë me fat, duheni më konë të lumtur, se ndoshta keni haste life jam, edhe mundeni me ndryshu. Ju përkrahi deri në maksimum për ata njerëz që janë pozitiva. Ata që mundohen me ma marrë energjinë pozitive, nuk i lejoj. M'vjen shumë keq, se ka shumë njerëz që nuk dinë me da kritiken edhe ofendimin. Kom hasna si njerëzve, se nuk din kritiken e marrin si ofendim, edhe nuk din me punu me veten e vet. Aty është problemi. Po nëse doni e kemi shkollën një herë në javë, çdo të hane, do me thonë mundet me mësu secili. Nëse nuk e din gjuhën gjermane, nëse nuk e din gjuhën holandeze ose franceze, atëherë keni gjuhën shqipe me përkthim. Mos thuni nuk di. Po nëse thuni nuk du, e pranoj, e marrë mendimin e juj, edhe, okej, faleminderit që jemi njoft, kur gjë tjetër. Ka Mercedes, Audi, VW edhe BMW. Do më thonë, këto mundësi kemi për fillim mi marë, automobilet, edhe më konë krejt familjat kënaqën. Okej? Besoj se më konë shumë e qarë, besoj që ju kom spjegu. Që më thëtë të gjermanisht, nëse për shembull e merr shkollën e 5, deri në shkollën e 5 është gjithmonë pak si në hulaj. Jo njerëzit, se me personalitetin e vetë nuk e kanë të fort. Mehr als nur eine Bonus, Freiheit. Do më thonë, ma shumë se një bonus, është liria. Do më thonë që i lirë, ki ko për veti ma shumë, ki ko për familje, munden me punu burri edhe gruja bashkë, edhe më konë të lumtur në gjithë familja. Kështu që shpresoj se më konë e qartë, nëse donë ma shumë informacione, mundesh mu lajmërum privat, t'jepi edhe ma shumë informacione. Okej? Kështu që ju përshëndes, gjithë dhe që jeni hy, edhe se keni bu lajka. Tash mundona mi lexu pak disa komente, se kom pa që kanë shku, po s'kom desht me ndërprej veten, se po kthejna për mbas, se deshta më ju spjegu shumë mirë, pa pengesa.